Nëse konflikti mes Izraelit dhe Iranit do të zgjerohej në një përplasje më të gjerë rajonale apo globale, Shqipëria, edhe pse gjeografikisht larg lindjes së mesme, mund të prekej në disa mënyra negative. Po japim një përmbledhje të skenarit më të keq për Shqipërinë në një kontekst të tillë. Së pari, destabilizim gjeopolitik dhe përfshirja e NATO-s. Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe një përshkallëzim i konfliktit ku përfshihen SBA ose aleatë të tjerë të NATO-s mund të sjellë angazhime ushtarake edhe nga Shqipëria, si pjesëmarrje në misione, logjistik ose mbështetje bazash. Së dyti, sulme kibernetike dhe sabotime. Shqipëria është tashmë një nga objektivat e preferuara të Iranit në fushën kibernetike. Një konflikt më i gjerë mund të shtojë sulme më agresive ndaj sistemit të energjisë, transportit, komunikimeve ose të dhënave të sigurisë. Së treti, rritje ekstreme të çmimeve të energjisë dhe inflacion. Një luftë që prek ngushticën e Hormuzit do të shkaktonte rritje galopante të çmimeve të naftës dhe gazit. Kjo do të godiste rënje ekonomisë si Shqipëria, që varet shumë nga importi i karburantëve. Së katërti, rënje e turizmit dhe investimeve. Shqipëria ka përfituar ndjeshëm nga një imazh i stabilitetit në Ballkan. Nëse bota perceptohet në krizë, turistët dhe investitorët shmangin rajonet me infrastrukturë të dobët ose afër zonave me tensione. Së pesti, kriza migratore. Një luftë në lindjen e mesme do të gjeneronte valë të reja refugjatësh. Shqipëria si vend tranzit mund të përballet me presione nga BE për të pranuar më shumë refugjat. Si gjashti, polarizim politik dhe tensione të brendshme. Konflikti Izrael-Iran ka ngarkesë të fortë fetare, etnike dhe ideologjike. Nëse debati për këtë konflikt përhapet në shoqërinë shqiptare, mund të nxjisë ndasi fetare, islamofobi ose ekstremizëm. Të plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.